herë shoh filmin Nëntori dytë, me kujtohen vitet e veçlis, atëherë thuj se asgjë s'kam ditë për flamurin e lirisë. Veç se për vitin e ri, si nxanë që isha në Tiranë, bleja ndonjë kartelinë të uroj babë edhe nanë. Atëherë kishte disa kartolina të ndryshme nga vendi jonë, ne i shmonim nga më të mirat, por agjen tim pak e gëzojnë. Në qoftë se donë me më ndëru, thoshte Xhaxha Jakupi atëherë, Ismail Qemalin me ma dërgu Baramcurin me të tjerë. Ato janë burrat e kombit që luftuan për flamur, shqiponje dy krenare jëthojt e korbit, tamam si Skënderbeu me shpak dikull. Kanë kaluar më se një sheku dhe ky flamur krenar varbitet, fjalët e Agjes ashtu kanë betur dhe për brezat që po rriten. Shqipëria, po dhe Kosova dhe kudo në botë ku ka shqiptar, 28 nëntori fortëzat tonë na bën të lumtur dhe shumë krenar.